sa herë për shembull në për mbledhjet e shoqatave ose të aktivistëve, zakonisht përmenden për një projekt caktuar përmenden shkaqe materiale, apo na duhet kaq pare, na duhen kaq njerëz, na duhet ky vend, gjitha janë materiale dhe këto janë të domosdoshme, apo mirë po a përmend ndonjëherë në punë e zemrës, të zënëruar, na duhet parë, po, na duhet aktiviteti, po, por mbi gjitha na duhet sinqeriteti. Që nuk ka sinqeritet, milionat e dunjas nuk na duhen apo. Apo na duhet dashuria ndërsjellë, nëse ka urrëtie, s'na duhet me 10 shoqata apo. Apo andaj duhet në kuadër të planifikimeve tona për projekte dhe për punë për ditë Allah ta xhel të përfshihet edhe ky aspekt. Të këshillojmë njëri tjetrin me sinqeritet, të këshillojmë njëri tjetrin me dashuri, të këshillojmë njëri tjetrin me modesti, nga se Allahu xhallahu ala bekon më tepër në sinqeritet se që bekon në aktivitet. Apo aktiviteti ka për qëllim sebepet materiale. Më tepër bekon Allahu xhallahu ala me një sinqeritet, vallahi më tepër mund të arrijm me sinqeritet dhe me dashuri se që mund të arrijm me mundësi materiale dhe me punë të tjera që i takojnë kësaj natyre. Andaj këna zbe, këna lodh, nëse nuk kemi të kujtojmë këtë drejtim. E që fat keq sot temat e zemrave, puna për zemra, kujdesi për zemra është bërë temë tabu. Nuk folet për to askon. Madje nëse folet, është zbulimi i tabuja, sikojnë tjerë me çudi çka i thonë ata. Për shembull, para mëna me një mbledhje të një shoqate ku prezantohet projekti, na duhet kjo, na duhet kjo, dikur unë kam një propozim që na duhet sinqeriteti vllaznia apo. Na duhet me dashur Allahun në një tetë apo. Na këtë e dim, apo se ka vani këtu më përmend. Them se kjo duhet me kryesu agjendën çdo mbledhje tonë apo. Ka se këtu defekti jonë apo. Në mungesë të sinqeritetit, në mungesë të dashurisë, në mungesë të mbështetjes në Allahun xhelalu ku të vekuli. Sa jena në mbështetjen sebep apo. Jena të bindën se nëse i kena 1000 euro, 100% bëhet dëvre apo. Bëhet kursi. Ku është tek Allahu mbështetja apo? Nuk e kem kët, shkoj kjo po shko, ku është të vekuli. Andaj kjo punë e zemrës. Andaj na duhet edhe kultivimi i këtij aspekti. Ta ruajmë këtë aspekt në mas të madhe apo që të na i bekoj Allah xhallahu aktivitetet tona, punët tona, të na shkojmë punët të marr. Të jemi aktivistë të zellshëm në rrugën e Allah xhallahu ala. Të jemi aktiv si duhet në kontributin ton që duhet t'ia japim fesë Allah xhallahu ala, pavarësisht nga cili kënd i afrohemi. Thash nga këndi i thirrjes, kuptimi klasik me ftu apo me kuptime tjera që mund të jemi argat të këtij dini nga mejdane dhe fusha të ndryshme. Andaj, smundja e zemrës është shkak për shkaqeve kryesore që shpije në zbeje dhe plagështim dhe shpartëlim të projekteve të